sa i përket qeverisë teknike, nuk kemi ndonjë propozim nga qeveria për ndryshim të ligjit për funksionim të qeverisë, ndërsa sa i përket ndërprerjes apo përmbylljes së procesit të qeverisë teknike, unë mendoj se ai proces duhet të zhvillohet në mënyrë konsenzuale, ashtu siç është dakorduar me marrëveshjen e Shkupit atëherë në vitin 2015, por edhe atëherë aktorët politik kanë vendosur që mënyra e përmbylljes të procesit të mos jetë me 2/3 apo me konsenzus, por me një shumicë të thjeshtë për 61 votave. Prandaj nëse flasim legalisht, proceduralisht, edhe me 61 vota, nëse merret një vendim i tillë, nuk ka asnjë problem nga aspekti i procedurës dhe legalitetit, por nga aspekti politik i rëndësisë, mendoj që duhet të tentojmë të merremi vesh deri në fund me gjithë aktorët politik, që ta kuptojmë dhe të bindemi bashkarisht se nevoja për të pasur qeveri teknike ka përfunduar dhe të vazhdojmë të funksionojmë normal si çdo shtet normal me proceset zgjedhore të organizoj qeveria që është në detyrë. Faleminderit.